ne nuk kemi një indikacion për ndonjë rritje të rrezikut për KFOR-in edhe për Kosovën. Unë vlerësoj që shpesh, nëse kthehemi prapa dhe shohim historinë e rritjes dhe zvogëlimit të numrit të ushtarëve të KFOR-it, përveç tjera është lidhet edhe me ngjarjet që ndodhin në një vend. Ne jemi para festave të fundvitit, jemi para zgjedhjeve qendrore edhe para shumë aktiviteteve, cilat me të vërtetë i afektojnë aspektin e mendoj të përgjithshëm. Serbia vazhdon të militarizohet. Kjo nuk është diçka e re, kjo ka qenë domosdoshmë që shumë vite. Serbia paraqet ende kërcënim për të gjitha vendet e rajonit, duke ndjekur një politikë hegemoniste në raport me të tjerë, pra me fqinjtë e saj.